Dhe buxheti është vetëm njëra anë e medaljes, paketa fiskale është pjesa tjetër, ku në ndryshim nga viti 2025 nuk patëm asnjë ndryshim fiskal. Në 2026 do të kemi disa të tilla, do ta analizojmë me zotin Ergis Sefa se çfarë përmban paketa fiskale, çfarë ndryshimesh ka në drejtim të taksimit pagave, në drejtim të bujqve, në drejtim të taksimit të apartamenteve e gjithçka tjetër që përmban dhe ndoshta dhe mendime që mund do të ketë gjatë fazës konsultimeve në komisionet parlamentare, paketa fiskale që shoqëron projekt buxhetin e vitit 2026. Zoti Sefa, një buxhet 886.7 miliard lek, me kursin aktual të këmbimit e kalon 9 miliardëshin, ndërkohë që 823 miliard të ardhurat, qeveria planifikon që të ketë një deficit buxhetor për rreth 62 miliard lekësh. Nëse do duhej që t'i vinim një emër të përvetshëm nga aq sa kemi lexuar, sigurisht që jemi në fazat e para, do të kalojnë komision parlamentar, do të ketë amendime të tjerë, po si duket ky projekt buxhet për vitin 2026? Ky projekt buxhet duket në fakt si projekt buxheti i pensioneve, nëse shikojmë tërësinë e tij dhe i shëndetësisë dhe infrastrukturës më pas. I pensioneve, pasi për herë të parë qeveria që mbas 2015-s po tenton të ribëj skemën e re të pensioneve, duke rritur përfituesit dhe shumën përkatëse, dhe nga ana tjetër dy shtylla të mëdha vazhdojnë ngelen infrastruktura, kryesisht ajo rrugore, dhe më pas shëndetësia në gjithë sistemin e ofrimit shëndetësor. Zoti Sefa, sigurisht që qeveria e konsideron si arritje, si le të themi me vlerë, kur thotë që 1 në 3 lekë që do të shpenzohen nga buxheti i vitit të ardhshëm janë për mbrojtjen sociale, mburoja sociale për ata që kanë nevojë për dorën e shtetit, por për një ekonomi, për një vend që do të zhvillohet. Çfarë treguesi është fakti që ne kemi kaq shumë para që i çojmë pikërisht për mbrojtjen sociale? Pra duhet ta shikojmë, pra është vetëm pozitiv? Fatkeqësisht nuk është kështu, sepse kjo tregon që ne kemi nevoja të mëdha dhe këto nevoja të mëdha do duhet t'i subvencionojmë, pra t'i mbështesim me para nga buxheti i shtetit, ndërkohë që ato para mund përdorëshin për investime më produktive. Ama nga ana tjetër, fakti që po ndikojmë tek zbutja e pabarazive sociale do të ketë një efekt pozitiv në ekonomi, sidomos te konsumi. Do të kemi tatim për pronën e dytë, do të kemi rivlerësimin jo në masën 15%, por në 5%, edhe këto të ditura tashmë kanë qenë në fakt edhe në fazat më hershme të njoftuara, të nevojshme, lehtësojnë le të themi të përditshmën e qytetarëve, sepse në fund ditës një buxhet, një paketë fiskale që bëhet do të ishte mirë, pra aq kosta do të ndihmonte njerëzit, do t'ju vinte aty rendim. Absolutisht. Për sa i përket pjesës pronës dytë e me radhë, ky është në fakt dhe një detyrim që vjen nga procesi i integrimit evropian, sepse do t'i përshtatemi aki komuniter për ligjit të Bashkimit Evropian, standardet e tyre. Po nga ana tjetër, pritet që t'japi një efekt edhe në tregun e real estatit, sepse në momentin që ti e takson pronën e dytë e me radhë të dikujt, incentive që ai dikush ta nxjerrë në treg, pra o ta hapi me qira, o ta shesi, është shumë e lartë se sa ta mbajë të mbyllur. Në momentin që ai e nxjerr në treg, pra shton ofertën, teorikisht çmimet frenohen ose tentojnë të ulen. Shikojmë nëse do të jetë ky rast. Në gjykimin tuaj, jemi në fazat ende që nuk kemi kaluar në komisionet parlamentare, do të ketë ndoshta diskutime, ndryshime të tjerë. Çfarë i mungon, ose më saktë, nëse do ta kishit ju në dorë, le ta themi kështu, çfarë elementesh do t'i shtonit apo do t'i hiqnit paketës fiskale për vitin 2026? Unë do të isha fokusuar pak më shumë tek disa investime në sektor të caktuar industrial apo sektor teknologjik, të cilët produktivitetin e kanë të lartë dhe kthimin e investimit e kanë të lartë në mënyrë që ta riorientoja ekonominë shqiptare drejt këtyre sektorëve, të cilët kanë jo vetëm paga më të larta, por kanë edhe të ardhura më të larta në ekonominë përgjithësi. Zoti Sefa, ndërkohë për sa i përket për të rikthyer pak edhe tek buxheti, tham që pjesën e Luanit aty e marrin pensionet. Si e keni parë këtë mekanizmin e qeverisë për të rritur pensionet në mënyrë të përmuajshme që në fakt akumulohet në një rritje të përvitshme? Pra është ky instrumenti që lehtëson barrën dhe në një farë mënyrë ndihmon për të pleqëruar me dinjitet? Të bëjmë një dallim. Këtu nuk kemi një ndryshim strukturor të pensioneve, po kemi një ndarje të bonusit në përmuaj. Pra kemi në farë mënyrë një bonus të përmuajshëm, që është sipas kategorive ndryshme. Në mënyrë që të kemi ndryshim strukturor, duhet kemi ndryshim të ligjit të sigurimeve shoqërore. Por qeveria në një farë mënyrë atë bonusin që jepte në fund vitit të grumbulluar, ka vendosur ta shtrijë në të 12 muaj në mënyrë që të ketë një efekt sa më pozitiv dhe tek pensionistët si konsumatorë të cilët dalin në treg. Dhe kjo në fakt është një hap i parë dhe një tentativë e mirë
për të filluar të rritur nivelin e të ardhurave të pensionistëve në mënyrë që kur të vijë ndryshimi strukturor në ligjin bazë, i cili ndryshon kolonat, ndryshon formulën, vitet e punës, eksperiencës që nevojiten, pra ka një ndryshim thelbësor në të jetë pak më e butë efekti që do të ketë, sepse çdo reformë, çdo ndryshim strukturor padyshim që ka dhe efektet, më thoni, të dhimbshme në fazën e parë.